fitore, kampionati të rregull, por mbi gjithë në vendin e parë. Besoj që është ajo çfarë keni kërkuar që të Unë i përgëzoj djemt sepse në qërë do të isha në vend 2 do të vite keq, sepse kanë ullhish shumicën e kampionatit, kanë bë lojnat mira, pa qka oscilacioneve që kena pas, dëmtime që kena pas, duhet i përgëzoj djemt edhe unë mendoj që e kemi meritu plotësisht vendin e parë. Sa frymëri është kjo fitore për vazhdimsi, profesor? Jo, frymëri nuk mundem me thënë, jena me pikë barabarta me Elbasanin, po dhe 3 pikë mas kena Ignatin, janë 3 ekipe në garë për titull. Final Four shumë i fort, Final Four që duhet kena shumë kujdes, duhet sepse fillon kampionati me 0, sigur janë 3 javë vetëm kampionat, dhe më thonë është një luftë, një kampionat i çmendëm. Profesor, si i shikon këtë 3 javë? Duhet të rujmë qetësin, të mbledhim forcat, të organizojna, të jena në qetë, stërvitën a mirë. Në këto momente na duhet qetësia, na duhet të jemi shumë të përqendruar, sepse thash, jemi 0 pikë, janë 9 pikë në lojë, jemi në garë gjithë ekipet. Ju vjen keq formula krijon një lloj anomalie në rastin konkret të Vllaznisë, që pika tek humbet dhe në Final Four shkoni... Normalisht, megjithatë e kemi ditë që në fillim, nuk e kemi ditë si do të marrohet e kampionati, tesh mas kampionatit vjen keq, por në fillim kemi kanë gjithë dakord mënyrën se si ka kanë rregullorja. Në qoftë se do të pyeti a e du apo se du një kampionat të tillë është gjë tjetër, po them një kampionat i stërzgjatur, një kampionat i stërmundimshëm, stresi prek mojat. Profesor, pa televizin informacion sot me elementari, i kënaqur për Arën që shënoi dhe golin e parë? Jo, Ara shënoi, e përgëzoj shumë. E thash mund kishte pas minuta edhe më tepër, por mënyra se si ne lozëm Ara është një vingër natyral, ne me 3-5-2 si Kubazin, ashtu dhe Arën i kemi përsekutu në thojza, sepse si janë rolet e tia. Ara më kërkojnë pushimin e nesës në rojë, sepse ishte i lollën, normalisht, sepse ka shumë vrapime me bua, nuk është një lojtar që mund të bëjë dhe fazën ofensive dhe defensive të njëjtën mënyrë, kështu që e përgëzoj për ndeshjen e sotme. Është djalë i talentuar, duhet me ecë përpara, duhet me punu fort sepse e ka të ardhmen përpara. Ora së vërtetës, mund ja dalë Vllaznia tashmë? Ne e kemi fillu për me ja dalë. Normalisht Kastrati dhe Bismarku na kanë prish goxha punë. Megjithatë, unë kam mjaft lojtarë aty që janë gatshëm me sakrifiku deri në pikën e fundit. Profesor, do jetë Bismarck për Final Four? Besoj që po, megjithatë nesër do jetë stërvitje, them që do të jetë një vlerë e shtuar për ne në kohë. Sfida e ardhshme ndaj Ignatis, profesor, një kundërshtar të cilin e keni dominuar gjatë sezonit. Unë e di që las me Ignatin, nuk e di që las me Ignatin, unë di që las me Dinamon, megjithatë të 3 skuadrat që unë las janë njëna më fortë se tjetra, kështu që presim dhe të jemi të qetë për ndeshjen. Po duke marrë parasysh për plas që keni pasur në fushë, por edhe fushët me Ignatin dhe Dinamon, keni frikë se mund ketë pra... Unë që jam përplas, s'kena përplas me kërkan, ne jemi në futbol, losim futbol, mas 90 minutë që t'jemi tonë miq shok, pavarësisht me diket më shumë dhe diket më pak, nuk ka, këtu është futbol, nuk është përplasje, nuk ka asnjë gjë tjetër për futbollit. Profesor, kolegu dhe miku juaj Breken Obizi u shpall kampion me Vllaznin B dhe u shpreh shumë optimist se edhe Martini do ta bëjë një gjë të tillë. Jo, jam shumë i gëzuar, kam uru direkt mas neshës e kam pa neshën për televizorit. Normal ka bë punë shumë të mirë sepse nuk është kollaj të bësh një ekip B me gjithë ato lojtarë të huaj. Unë jam i mendimit që kërkush tjetër për vështirësi, sepse s'do kishte shumë me bë. Një aleancë profesor tek Gnadias dhe Dinamos. Jo, unë i besoj vetvetes, djemve të fëmijë tanë Shkodrës që më thonë drejtën kam pak, kam nevoj pak, jo unë, po djemt, ka nevoj pak më tepër mbështetje, pak më tepër me kanë prezent, kur shoh ekipet e tjera që vinë me politikan, me gjitha instancat e për stadiume dhe ne nuk mbështetemi nga këto njerëz, më vjen keq, sepse Shkodra nuk është asnjë individi, Shkodra është e tanëve, Shkodra ka histori të madhe, Shkodra nuk është e një personit apo 2 personave, Vllaznia është e tanë Shkodrës.